Në Kolonjë, turistët nuk kanë mundësi vetëm të vizitojnë destinacionet turistike dhe ato të trashëgimisë kulturore, por edhe të mësojnë të gatuajnë e më pas të shijojnë gatimet tradicionale. Për turistët francezë, të cilët janë të shumtë në numër këtë vit, Kolonja ofron shumë, sidomos në turizmin e kulinarisë. Për ne ishte mrekullueshme të mësonim të gatuanim lakrorin dhe të shihnim gratë si përgatisnin ushqimin. Ajo që më pëlqen më shumë nga Kolonja është ushqimi bio, pamja e paprekur e natyrës dhe mikpritja e njerëzve. Është hera e parë në Shqipëri, kemi bërë një tur në të gjithë vendin, jemi të mrekulluar nga mënyra se si ju na trajtoni. Sajtet arkeologjike, natyra e sidomos ushqimi na kanë kënaqur këto ditë. Mendoj se do rikthehemi përsëri. Turistët francezë duket se gjithnjë më tepër po preferojnë turizmin e gjelbër. Janë të manitur nga fakti që kemi shumë gjelbrim në Shqipëri, është diçka që nuk e presin dhe gjithsesi nuk është se e njohin shumë Shqipërinë. Kur vinë, po manite nga fakti se sa i gjelbër dhe sa egër është akoma Shqipëria. Nga zona e Kolonjës është vend malor dhe me shumë pyje alore. Në çdo qytet ka kulinari të ndryshme dhe ju bën përshtypje akoma sa organike dhe të shijshme janë ushqimet. Turizmi i kulinarisë, i ndërthurur me mikpritjen dhe jetën e përditshme të banorëve, po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë të huaj në Kolonjë.